Pas 7 muaj shqyrtimi në seancë paraprake, gjykata e posaçme vendosi të kalojë për gjykim dosjen penale të pagzuar me emrin Partizani, me të pandehur kryesor ish kryeministrin Sali Berisha. Ai do të përballet me drejtësi në një proces maraton për akuzën e korrupsionit kryer në bashkëpunim me dhëndrin e tij, Jamarbër Maltezi. Edhe ky i fundit që mbahet në arrest shtëpie do të gjykohet për korrupsion e pastrim parash, sikurse të pandehurit e tjerë biznesmen apo shoqëri tregtare. Gjykata në vendimarrjen e saj ka konsideruar të plot dhe të gjithanshëm hetimin e SPAK-ut dhe nuk ka gjetur shkaqe për kthimin e dosjes për kryerje të veprimeve të mëtejshme hetimore. Avokati Genci Gjokutaj foli për një vendim të kundërligjshëm për shkak se sipas tij, në dosje kanë konstatuar akte të pavlefshme të firmosura nga gjyqtarja e posaçme Irena Gjoka, e cila sikurse mbrojtësi theksoi, ka gënjur në formularin e dekriminalizimit, duke mos deklaruar dënimin dhe më pas dëbimin nga shteti grek. Sot paraqitëm me shkrim kërkimin për pavlefshmëritë e të gjitha akteve të marra nga gjyqtarja Irena Gjoka gjatë hetimit paraprak. Nuk ka pasur kushtet për të qenë gjyqtare dhe automatikisht të gjitha vendimet e marra për saj janë absolutisht të pavlefshme, të cilat kjo gjykatë një vendim haptazi të padrejtë dhe të paligjshëm na i rrezoi pa argumentuar sepse SPAK e akuzon Sali Berishën për favorizimin e dhëndrit të tij në procesin e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani. Pas këtij vendimi, gjykata e hedh dosjen në shorë dhe caktohet gjyqtari që do ta shqyrtojë atë në themel. Për shkak se Berisha dhe të pandehurit e tjerë s'kan kërkuar gjykim të shkurtuar, procesi pritet të jetë i gjatë dhe përpara gjykatës do të japin dëshmin 10 persona, përfshirë dhe ish ministra të kohës së Berishës, ndërsa mbrojtja me gjaz do të ketë si kërkesë kryesore thirrjen dhe pyetjen si dëshmitar të kryeministrit të vendit Edi Rama.